Shkuan në varrimin e babait, halla Genard Hajdinit zbulon detajet e dhimbshme ja çfarë po u ndodh fëmijëve. Paqësor Hajdini, babai i një personi të njohur në internet, por edhe në televizion, Genard Hajdinit ka ndruar jetë në moshën 74 vjeç. Ditët e fundit kanë qenë të qëndrueshme për paqësorin pasi kishte rënë në gjendje kome. A ishte në reanimacionin qendror të QSOT-s, por pas shtrimit disa ditor në spital dhe kujdesit të mjekëve, ai ka mbyllur syt përgjithmonë në 9 tetor. Motra e tij, Elida Prenika Hajdini, dha lajmin e trisht ndërsa falenderoi mjekët e qendrës spitalore Nën Tereza për kujdesin dhe humanizmin. Ikja e tij la boshllëk të madh në zemrat tona dhe dhimbje të thellë që s'ka fjalë ta përshkruaj, shkruan motra e të ndjerit. Sa kaq mësohet se familja është në një moment të vështirë shëndetësor, pasi edhe 2 fëmijët janë në spital. Genardi ndodhet në shërbimin infektiv, kurse motra e tij Sonida është truar në QSOT. Familja e të ndjerit paqësor Hajdini shpreh mirënjohjen dhe falënderimin e tij ndaj stafit të reanimacionit qendror të QSOT për kujdesin dhe humanizmin që kanë treguar gjatë trajtimit të tij. Njëkohësisht shprehin mirënjohje të sinqertë për drejtuesit dhe stafin e shërbimit infektivit për kujdesin ndaj pacientit Genard Hajdini në procesin e riaftësimit, si dhe për drejtorinë e QSOT për kujdesin e treguar ndaj motrës së tij Sonida Hajdini, njofton motra e paqësor Hajdinit.